Si kam kuptuar. Patjetër, unë se di se jam këtu, kështu që e hapi vazhdimin e seancës së shërtimit fillestare. Sipas akt akuzës së prokurorisë speciale, a ke kuptuar akt akuzën e prokurorisë speciale për të cilën të akuzat se keni kryer veprën penale për të cilën e citova më herët? jo, Se ke kuptuar? fare. Si jo? Veprat penale për të cilat akuzohesh? Si kam kuptuar. A e konsultu me mbrojtësin tuaj, me avokatin tuaj? Po, Edhe? Ki nevoj për ndonjë sqarim? patjetër, unë se di se jam këtu, kështu që Nuk po të pyes për fajsi, po nuk e kam po të pyes vetëm a ke kuptu për mbajtjen e akt akuzës dhe veprat penale për të cilat akuzohesh. nuk e kam kuptuar. Po, patjetër. Veç faktas. Jo, çka? E akuzuara Lira në pyetjen e këtë gjës deklaron se nuk e ka të qartë akt akuzën e as veprat penale për të cilat akuzohet. Edhe përkundër faktit se e kam pranuar akt akuzën në formë të shkruar, por nuk e kam të qartë. Ju jeni akuzuar për kryerjen e veprave penale, falsifikimi i dokumenteve dhe shpërndarja e parave. Kjo vepër penale, pra falsifikimi i dokumenteve, kryhet në disa mënyra, e një ndër to është edhe duke përdorur dokumente të falsifikuara apo të rreme, apo edhe duke i përpiluar ato. Në rastin konkret, ne kemi konstatuar që ju i keni përdorur dokumentet e falsifikuara, respektivisht kontratën për shitblerje të pajisjeve të datës 30/5/2014, datë kjo në cilën subjekti juaj me të brand KS nuk ka ekzistuar fare, më thonë nuk ka qenë regjistruar. Si rrjedhoi ky subjekt, cili ka qenë pronësit juaj dhe ju nuk keni mund të hyni në marrëdhënie juridike apo të nënshkruani një kontratë për shitblerje të pajisjeve, andaj ne konsiderojmë që ajo kontratë e cila në ndërkohë ka prodhuar pasoja financiare dhe si rrjedhoi edhe ja shkëmbyer mjete financiare në cilat janë specifikuar në akt akuzë, është e rreme apo fiktive, prandaj edhe ju kemi akuzuar për falsifikim të dokumenteve. Si rrjedhoi e veprimeve apo qarkullimit të parave të cilat kanë ndodhur nga ky aktivitet kriminal apo nga kjo vepër penale e falsifikimit të dokumenteve, para të cilat ju i keni pranuar dhe ndërkohë pastaj i keni transferuar në për llogari tjera në Shqipëri, por edhe në vendet ndryshme si në Austri, kemi vlerësuar se keni konsumu po ashtu elementet e veprës penale, shpërlarja e parave, e cila kryhet qoftë me marrjen në posedim të parave të cilat burojnë nga vepra penale, qoftë me transferimin apo edhe konvertimin e tyre. Kjo është thelbi i akuzës që ju ngarkon ju. A ki qartë është Edlira? Të them po, në prapë nuk e kuptoj, në gjitha të duhet të them po. Se kuptoj se si po, Si, nuk e kuptoj. na qarso pak, si se kupton? Po se kuptoj, sepse ato që quan ai falsifikim nuk e di. Që pse i thuhet, në gjitha të po e kuptoj çfarë thotë. Me rëndësi është pik kupton për çka po akuzohesh. Unë jam thashë, nuk e di pse jam këtu. Nëse duhet të them po, po them po. Jo, pa. Kaq, sepse kjo është. Cilat pjesë kërkon sqarim? Të gjitha pjesët, Nuk mjaftoi kaq? për mua jo. Nëse duhet të them po, po. Atë një pauzë prej 5 minutave bëjmë, kthehemi përsëri në sallë, mos u vanoni më tepër se 5 minuta. Tani, a kuptove? Pretendimet e prokurorisë, Leti pretendimet e prokurorisë. i kuptova. Edhe veprat penale? I ke kuptu? Unë jam thash që unë nuk është se Mos u shpejto se vje deri te aja pyetja ku ti po pretendon mu përgjigj. Edhe s'kom e ndin veten fajtore për to vepra penale për cilat akuzohesh. absolutisht jam. I pafajshëm. Në rregull. Po, kalojmë me papashën, kam vetëm një kërkesë, nëse mund të ecim pak shpejt me gjykimin vetë, se unë mund më shapur një dëm shumë i madh. Ndini fajtor? Keni të drejtë në formë të shkruar të drejtoni gjykatës me kërkesë për hudhje të akt akuzës dhe kundërshtimin e provave.